Jam me Nuri Merin, realisht pronarin e Nuro Kompani dhe thertores Nuro, biznismen i suksesshëm i cili sot ka ndërtuar gjithë këtë tradit në therjen për punimin dhe shitjen e mishit, për cilin kam me të vërtet respekt. Respekt për punën, respekt për traditën dhe që sjell një mish cilësor vendor këtu në tregun e Maqedonisë. 40 vite tradit, 4 dekada. Po, me punë. Me punë. A të kujtohen fillim si e ke fillu këtë punë? Fillim, ka qenë e vështirë. Para të 4 dekada, kur kemi therë, ka kanë ftofti mas shumë. Edhe qaq ftohet që ka qenë për jashta, likure e viçit ka ngrinë në tokë. Me zi se e keni pre? Ja, e pre, ama në gjithë të pi ftoftit mas, me zi se e kemi që e shkep pi toke likurën qaq ftohet që ka qenë. Në të ftohet kemi punu. Dëmëdhën, pavarësisht kushteve atmosferike, punës Jo. Pra të gjithë, viçat, lopët, delet, kinxhat të cilët shkojnë të thertoria Nuro, janë këtu fillimisht qëndrojnë, edhe janë të ushqyer bio, si që më thaje, janë mish vendor, janë pra këto, janë pakti tuja, edhe shkojnë deri te thertoria. Kjo është depoja që vazhdojnë kësë thertoria, përfundon në përmishtore tona. Gjithë këto kafsh janë prodhim vendor, cilat ushqehen edhe bio. Thertoria Nuro është i vetmi vend në Maqedoninë në cilin ti mundesh ta shohish lopën, viçin, kinxhin, delen, mund ta shohish, ta zgjedhish më thaje? Ta zgjedhe personi vetë. E zgjedh edhe shkon deri te procesi i përgatitjes atjet mishit, therjes mishit, i cili është halal. Pra, ti mundesh ta shohish se si thertoria Nuro e pret mishin tënd në mënyrën halal. Shumë e rëndësishme kjo. Hajde dhe shkojmë tash ta shohim atje, ta marrim një dhe ta shohim se si shkon procesi i therjes. Mishtoria Nuro është i vetmi vend që ne mund ta shohim procesin e therjes së mishit të cilën ne kemi zgjedhur në mënyrën halal, e cila është shumë e kërkuar nga të gjithë për ta parë ne dhe ta ditur se si shkon prerja e mishit të cilin ne dëshirojmë ta kemi në tryezë. Kjo është procedura halal dhe të cilën ndodhen, është i vetmi vend në Maqedoni që ke mundësi ta kesh këtë lloj prerje halal të mishit. Për të përgatitur më pas e për të dërguar deri tek 2 pikat e mishtores Nuro, njëra në kamion dhe tjetra në qendër të qytetit të Tetovës. Atje na pritnin Jona dhe Lina, të cilat na shërbyen dhe na dhuruan shumë dashuri, 2 vajza të mrekullueshme. E çfarë nuk ka tek mishtoria Nuro? E jani, këtu ka tradit, ka mish të freskët dhe çdo lloj përgatitje të cilën ju vetëm mund ta bleni dhe ta vendosni me njëherë në tigan për ta pasur gati.